Të tre epitetet që thot Stine janë filloj me S. Skuth, skile, edhe s'ke magji. Hasani është Hasoni. Tani ta shohim. Kto që pas kam bërë unë para një jave, pas ka filluar shtëpia t'i bëj tani. Mos bini pra prej këtyre gjërave se unë Shtëpia apo Stine? Ishte Stine i pari dhe disa të tjerë që dolën në ekran. Tu je më moskit turp, s'ka gjë, se këtu jam unë. Nuk kam turp, jo. Tu je emrin tim. Po s'kisha turp, s'kisha hartë kjo Ke pa shtëpi. filmin thuaje emrin tim. A është filmi? Ai është duaja emrin tënd. Po duaje emrin tim. Po kujdes. Duaje emrin tënd. Thuaje. Duaje emrin tënd. Duaje ti emrin tënd. Filmi. Film. Ka filluar një film shumë i bukur me seri. Normalisht. Por jap një këshill Stines që mos bëj gabimin që bëra unë para jave. Ja, s'bëj gabim unë vëlla, jam shumë. Po ke filluar pra ja atje te skutat, ke kap ato cepat. Ja, më vëlla, zonë normalisht do i kap. Pra ti mendon që Stina është duke bërë lojën që bëre ti në fillim? Dukshëm. Ku dukshëm? Pyeti këto të tjerë, a jeni dakord ju? Ha? Reni dorën. Ata që s'janë dakord janë pjesë e lojës. Jo, më të keqen, jo, o vëllai. Ata që janë dakord? Kush kopjon e kush thot tu? Ata që nuk janë dakord. Yri Mali, ecma. E kanë mendimin e njëjtë për ty. Vetëm mos bini prej rrjetës. Rrjeta shah për gjithë. A mund të flas? Miri ka qef të vetë shpallet, të vetë vendosi ato idet, ka qef ti kontrolloj gjërat nga larg, po në të vërtet është tu ka kopju gjithë kohës dhe shprehet për i merë. Jo vetëm unë, po a merë dhe të gjithë. Jo, shprehet. Me këte mbyllim një dorë të vite për Mirin. Selin, si e mendon? S'pate shumë reakcion. Për Mirin pas njërë. Po pra po, e kërkove ti, po qa thesë se kupton. Selin, plasë Selin. Selin do flasë Midion, mirë mbrëma. Në fakt për Stinen duhet mendohem tani kur të flasë, sepse mbrëmjen e kaluar më quajti vajzë jo inteligjente, edhe isha shumë e mirë te pjesa gatimit, kështu që unë personalisht mendoj që Stina nuk e llogaris fare në lojë dhe nuk dua të jap një mendim sepse më duket shumë çunak. Nuk është rritur akoma. Nëse unë jam e vogël, Stina është çunak. Si e shikon ndryshimin që Stine ka ndaj Mirit në qasjen që ka me të mbas të shtunës? Se u thanë ca gjërat lezetshme aty në klip. Unë e kam thënë, këtu është mos bëj si bëj çat them unë, mos bëj si bëj unë. Kështu që këtë po bën Stina. Jo, këtë e bën Miri vëlla. Të e bëra unë, të e bëra. Tani, nëse ke emrin Selin, po iki unë edhe fol ti në emrin e Selinit. Po mirë, aq po do vi fare. Kështu mendoj Ledian. Vazhdo pra. Lore? Vazhdo. Unë, mi mbrëma, njerë, unë mendoj që këtu, pas videos që pam të këprajmi kaluar, janë pozicionuar të dy çunat në dy pole të kundërta, dhe se cili për nesh po i jep nga pak ushqim që të gozhdohen mirë aty ku janë, po në një lojë interesante mes të dyve nuk po shoh. Po do me pati. Në një lojë interesante mes të dyve nuk po shoh. Pyte mirë. Sipas teje, Lore, nga kush po ndihmohet njëri dhe nga kush po ndihmohet tjetri për t'u vendosur si dy polet kryesore të shtëpisë? Unë mendoj që njerëzit që janë, që po themi, Stine ka siguruar më afër vetes, është Armiri, dhe personi që ka siguruar Miri më afër vetes, duke u nisur edhe nga situata e parë, prajmit të parë, ajo që zgjati me vite, është Selin, por nuk të thotë që nuk po bëjnë lojën e tyre. Thjesht janë njerëzit më të besuar secilit. Armir? Okej. A ndjen ti veten të pozicionuar afër Stines? E ndjej veten të pozicionuar, po jo në strategji. Unë jam afër me Stinën si shok, po nuk në krevat patjetër. I lirum veten. Edhe se i lirum veten disa të tjerëve. Por që ne që kur jemi njohur ditën e parë këtu deri sot nuk kemi bë asnjë muhabet strategji në radhë parë, se cili ka bë punë të veta çka ka dashur me bë, dhe deri sot ai është punë vet, unë jam punë time. Për disa gjëra s'ka nevojë me fol. Deri sot kemi bë një strategji. Për disa gjëra s'ka nevojë me fol. Ti ke fol me ditë banor do plak. Po pra, për disa gjëra s'ka nevojë. Unë s'kam fol asnjëherë me asnjë nga banor. Mos ndërhyj. Sidomos me Stinën për disa gjëra s'ka nevojë me fol. Si kam ndërhyr asnjë punë. Po ti tani çka ke? Unë kam dërhym punë të mia, ai ka dërhym punë të veta. Po i flas shokut unë tani, çfarë problemi ke ti? Po ti qeti herë se ndërhym grupit tat. Po pra, ti ndërhym grupit tat. Nëse kanë kundërshtim, ta kundërshtoj këtë fjalë çet. Jo, më po jap një përgjigje, po jap një koment. Po fjalina, Po ti mos folë për çketi, ti ke kohë nesër pas Nëse ke kundërshtim nga
diçka thash, më vetëm kaq. Vetëm kaq me diçka thash. Ke kundërshtim nga kjo që thash? A mund ta them diçka? Po. Për disa gjëra nuk ka nevojë me fol. Kaq tash. A vetëm shoh, ne ne merremi vesh nga kështu. Po mi unë këto thash. Folë valla lesë do me nga trupi. Kuptoj si dush. Merre si dush. Ti ke ka gjithë me radhë valla vazhdo Le ti ta ka. mbaroj o mirë. Armela, si e mendon ti? Le ta mbaroj mirë. Po ti mos e ngre zonin kodë po. Armela, ke vlerë aty. Nuk ke vlerë. Mirë më shkoj ke ti. Nuk ke vlerë. Le ta mbaroj. Po e di unë valla, e marron se marron, ai ti ç'a do të. Po se ti ti po vazhdo po të tua. Po patjetër. Po them të preve kur fola unë. A mundem? Faleminderit. Atëherë unë ja thash edhe një ditë tek Banakut kur ishin të gjithë banorët së bashku dhe po diskutonte Stine me Mirin. Dhe të gjithë si shta dhe Lore po mundohen që t'u shenë sado pak. Po kjo ndodh për arsye sepse nuk kanë kapacitetin apo bagazhin, siç e kam thënë një herë tjetër, për ripërsëris veten, për të krijuar situatat e tyre. Po pra, po, ju thonin që ata po mundohen që të faktorizohen ose të autofaktorizohen. Lore është e gatshme të përmendi vetëm 2 emra, por flet në shumës, sikundër edhe ti flet në shumës. Treqi e mori jeni vetëm 17 veta aty brenda, kështu që nëse ka njerëz që këta janë aq të zoca, arrin t'i përdorin si marioneta për t'u autofaktorizuar dhe të tjerët aty ja lirojnë, kush janë këta të tjerët është pyetja. Atëherë një sekond. Ta mbaroj. Gjithë këto ditë Mali ka bërë zërin e Stinës, të gjithë bisedat. Që Jakub një më shumë. Personale me Mirin, une kur e kum taku Mirin, faleminderit Stina, shumë faleminderit. Kur e kum taku për herë të parë në ditët e para Stinën, Mirin edhe Armirin, une ku mendu që këta të apo vetëm të përfundoj nuk të pengova, nuk të pengova të lutem apo të përfundoj e mbarove tash e kam radhën. Me lastin e bagat. Tash e kam radhën unë deri do mund të përfundoj të lutem. Do bësh kakofoni, do bësh kakofoni. Kur nuk pëlqen mendimi tjetër do bësh kakofoni, nuk do mblesh të flas. Po se ke qenë pozicionuar në fillim. A ka mundësi ta përfundoj? Për të gjithë kundër atij. Vazhdo, përfundoj. Vazhdo. Në fillim unë kur kam marrë dhe kam taku Mirin, Stinën dhe Armirin, unë kam mendu, e kam krijuar atë mendimin, këta kanë njoft njëri tjetrin jashtë. Unë e kom pas atë mendimin që këta janë domethënë shok edhe këtu, me rana. Po unë e kom pas probleme personale me Mirin prej fillimit. Unë në momentin që ja hin në dhomë, një kam marrë vorse, dhe kom pas që po do me dominu. Pastaj me nicknames, Mogli, Herkuli, ky i pyllit, domethënë se unë isha i pyllit domethënë për këtë personin këtu. I xhunglës, domethënë unë isha i xhunglës për këtë person. Unë kisha gjona personale. Erdhë te Lugina. Nuk më interes. Erdhë te Lugina. Ato tjera. Erdhë te Lugina. Bravo. Po te Lugina çdo. Mbreti i xhunglës. Erdhë te Lugina. Pastaj unë kam sulmu mirë. Kam qenë i gatshëm edhe pse mu rreke me Stinën edhe Armirin, kam qenë i gatshëm i sakrifiku të dytë. S'm ka interesu fare, më ka interesu me kallëzu që me qëtë person nuk e kam mirë. Edhe me kallëzu. Po pro. Ose na preket. Po nesërman çfarë ndodhi? Pi thom Stinë, mendova që nuk i më fol mo, se ty as je shok me Mirin, a? Jo njeri tha, që të lavenderia keni klipin. Jo njeri, ti jep mendimin tën, ty e den, u kry më veti. Edhe e po, keni pozicionim i natyrshëm, jo si i Mirit, keni pozicionim i natyrshëm, e vrejta që ky personi këtu, Armiri dhe ky këtu Stine e kanë të njëjtin mendim si unë për Mirin. Unë e gjona personale kam me këtë person. Pra, ideja nuk më intereson fare çfarë Stine për do, as Armiri për do. Ideja është që juve ju bashkon